plasi keq debati në shtëpi, aq fort sa muret dukeshin sikur po e mbanin frymën. Përplasja mes Arditit dhe Albës nuk ishte më thjesht lojë, ishte shpërthim nervash, egosh dhe fjalësh të pashpresa që prisnin si thika. Arditi, i tensionuar dhe me zërin që i dridhej nga inati, ju kthye Albës me britm: "Qa të intereson ty qa bëj una?" Fjalët i dolën të ashpra, pa asnjë filtër, sikur çdo gjë që kishte mbledhur brenda vetes po kërkonte rrugdalje. Alba nuk u tërhoq. Me një ton më të fortë se zakonisht, por të mbështetur në bindje, ja ktheu: "Më intereson se isha pjesë e lojës." Ajo ndjej e përfshirë, e prekur drejt për drejt nga vendimet dhe sjelljet e tij. Dhe nuk pranonte të trajtohej sikur s'kishte zë. "Çele një temë me mua," i tha, duke kërkuar ballafaqim, "jo shmangje." Situata u ndez edhe më shumë kur në mes hyri Benita, me një ton ironik që e hodhi benzinë zjarrit. "Apo na jep ligjërata," tha ajo, duke e bërë debatin edhe më publik, edhe më të mprehë. Ajo fjali mjaftoi që Arditi të shpërthente krejtësisht. I kthyer nga Benita, me sy të zgjeruar nga nervat, bërtiti: "Mbylle gojen." Zëri i tij u shtoi në dhomë, duke ngrirë për një moment gjithë të pranishmit, pastaj erdhi fjalia që e vulosi gjithë situatën. "Njeri ulët," tha Arditi, me një përçmim të hapur që e kaloi kufirin e debatit dhe hyri drejt e në ofendim. Në atë çast, loja u zhvesh nga strategjia dhe mbeti vetëm përplasja e egër e karaktereve. Alba mbeti e shtangur, jo vetëm nga fjalët, por nga mënyra si u tha, ndërsa Benita nuk e fsheu indinjatën, ajri u rëndua. Askush nuk fliste për disa sekonda, sepse çdo gjë që mund të thuej dukej se do ta përkeqësonte edhe më shumë situatën. Ky debat tregoi se sa shpejt mund të rrëshqas loja në personale, se si respekti humbet në një çast dhe se sa të thella mund të bëhen plagët e fjalëve. Në atë shtëpi, atë mbrëmje, nuk pati fitues, vetëm zëra të ngritur, ego të lënduara dhe një tension që premtonte se kjo përplasje nuk do të harrohej lehtë.